Gjykata e posaçme kaloi për gjykim çështjen penale ndaj ish-kryebashkiakut të Tropojës Rexh Byberi dhe zëvendësit të tij, nënkryetarit Abedin Kërnaja. Byberi dhe Kërnaja akuzohen për shpërdorim detyre. Në gusht të vitit të kaluar, togat e zeza vendosën detyrim paraqitje një herë në muaj për ta. Sipas prokurorisë, drejtuesi i bashkisë gjatë procesit për hapjen e rrugës me ngjatësi 3.2 kilometra, e cila në pjesën ndërmuese kalonte në rrugën kombësore ekzistuese, duhet të aplikonte në sistemin elektronik i-leje pranë bashkisë Tropoj, si institucioni vendor që ka tagrin të shqyrtojë dhe miratoj lejen e ndërtimit të infrastrukturës. Prokuroria thotë se bashkia Tropoj duhet të bashkëvepronte me institucionet e tjera kompetente për ndërtimin e rrugës si Agjencia Kombëtare e Mjedisit për hartimin e raportit të vlerësimit për ndikimin në mjedis, si edhe me Ministrinë e Linjës për impaktin e ndërtimit të rrugës së re dhe pasojat e këtyre punimeve të ndërtimit, nga këto veprime dhe mosveprime, sipas SPAK është shkaktuar një dëm prej mbi 277 milion lek.